numrat mjaftueshme, pastaj jem të detyruar, domethënë me ligj dhe kushtetutë. Po do ketë pasojë o zoti Kryezi? Mendimi im është. Qartë, po do ketë pasojë se zotëria do ndërhiqet. Jemi të detyrueshëm të integrojmë minoritetet. Jo minoritetet me qenë vendi mars, sigurtash që po tentohet, por me qenë pjesë integruese e Republikës Kosovës. VVPDK. Po. A mund të bëhet kjo apo është idil? Po, mund të bëhet. Në çfarë forme, se nuk po shoh që mund të bëhet zotëria para lejmëre dorëheqje këtu? 48 vota i ka. Me numra po me vullnet politik po flas. Në shtete demokratike numri është demokraci. Jo vetëm numri. Numri është edhe parimi i demokracisë. Edhe procedurat. Për parime po. Edhe procedurat, edhe demokracia është respektimi i ligjit. Në kuadër të ligjit bëj çka të duash. Kështu që kanë hapësirë, duhet më ul me bisedu. Domethënë probleme juridike kushtetuese s'kan. Kush duhet ta merr iniciativën? Iniciativën partia e parë. Duhet më ul. Kurti duhet t'ia shkruajë një letër Memli Krasniqit? Mi shkruaj letër, mu taku, mi kërku falje për ato veprime që i ka bën gjatë fushatës. Me i kërku falje? Kurti me i kërku falje Memli Krasniqit? Jo Memli, po krejt partive politike. Krejt opozitës? Krejt opozitës, mi kërku falje, me thonë kom gabuar, jem për herë të parë në institucione. A imagjinon do të këtë situatë? Po. Kështu e ke parimisht apo po i referosh Kurtit? Jo, i referosh Kurtit, se jo, heret Kurtin unë. Po ka ndryshuar dhe Kurti? Ndryshon, përsëri ndryshon, tash për para ka ndryshu për të keq, tash ndryshon për të mirë. Se ndryshimet gjithmonë nuk janë të mira, ndryshimet janë nga herë të këqija. Kështu që ai duhet më ul, edhe me bisedu me krejt partitë politike, mas me qenë varë. A duhet PDK ta refuzoj apo duhet ta... Jo, duhet të pranoj. Edhe mas me qenë varë në minoritete. Po. Dhe më thonë, jo që nuk i pranojmë si t'il, ata qytetarë tonë janë... Pra ti po i thu Berishës, hiç një dorë nga ato qëndrime rigjide, dy palët duhet ta kapërceni vetën. Berisha është autoritet, nuk është person, është personalitet. Personalitetet duhet menduar ndryshe. Po, absolutisht po. Po, prandaj jemi këtu në studion e politikës. Po, për zotin Berisha, tjetërin, të dua ta marr opinionin e tij. Kemi dy qëndrime shumë interesante. Kryeziu thotë duhet ta kapërcejnë vetveten në kuadër debatit. Berisha, si një komandant i rregjur i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe atë në vendin edhe në betejën më sublime, ndoshta që është zhvilluar, thotë kur nuk duhet kapërcehet përtej këtyre parimeve, edhe natyrisht thotë dorëhiqen po që se ndodh një gjë e tillë. Si po duket ty? Çfarë them?